E para, e dyta, po shumë është të rëndësishme gjua, veç ju paroni edhe një element shumë të rëndësishëm. Na jemi shoh me non kuvend Kosovës. Ne jemi shoh me non. Mos janë me rikujtu. Shumë është me rëndësi. Shumë me rëndësi. Për dy partive opozitore bile, se këtën për njërës. Edhe gjuhën që shë bënë. Njeve na kanë shoh me non. Që kjo shumë është të rëndësishme për mu. Edhe e tregon gëgja shumë. Unë ju dëgjova dhe i kom bajt shënim të gjitha. Po kom që vetëm për punë diskutimi. Edhe për punë diskutimi. Nuk ishte me qenë bashkë shëndeshme me kujtu vesh një nën palë, për shqy si palë e tjerë ka qenë edhe fizikisht ka përdorë, po them, momente cilat nuk kanë qenë shëndeshme. Po në historinë që po thënë historinë politike. politike. Momente që nuk kanë qenë shëndeshme dhe ndajnish. Nëse e ki fjallin për veprimet tona politike, të gjitha ato raste kur na kemi pas na i veprim politik i cili është konsideru shkelje e rendit dhe ligjit publik, na kemi majtë dhe bërë për veprimet tona politike. Jo keni fjallin për ofendimin që e ka bërë zoti kujtim Shala. E ka bërë kujtim Shala, e ka bërë Abelar Tahiri, të dytë na kanë shoh me non kuvend Kosovës. Është papranueshëm. E keni fjallin për ofendimin e zotit Shala në adresë të zotit Kurdi, jemi qartë. Po edhe për ofendimin e zotit Tahiri në drejtim tonin. Janë të papranueshme. Janë të papranueshme. Po vetëm për dakord, po vetëm për çfarë? Po me bëni fare analizë. Po patjetër. Vetëm jo, ato e kemon primatin ti për këtë çështje. As do staj mirë me përfunduar, edhe mandej mundemi. Ofendim edhe harroni veprimet fizike. Arjetat Zoja Fejza ta përfutoj logjikën e saj mbas. Ndërhyrjen e pasir. Se jam të dashur me dalë te kjo, pse po ftojmë LDK-n ekipin sigurisht. Po, deshta me dalë te kjo se e përmendet. Se kanë qenë, edhe fushata ka qenë e koncentruar kryesisht në kundërshtit mes dy subjekteve politike vetëvendosjes dhe LDK-s, më sa kam shumë me përcjellën. Përmendet edhe më herët që nuk ka një farë natyrshmërie. Në pikpyetje shpesh redaksionet e juaja në veri. Por dallim prej PDK-s, e cila ka qenë më bashkëpunuese saj përket kësaj teme. Më bashkëpunuese nuk ka qenë, ka pas deklarata skandaloze nga aktorët e LDK-s në raport me veprimet e qeverisë në veri. Për shembull, deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Unë jam alo e shokuar çu ka mujt një deputet në Kuvendin e Kosovës me majt çasti qëndrime në raport me veprimet që kanë pas institucionet e rendit në veri të Kosovës. Të tipit? Edhe për cilin deputet po flasim, se jemi publik këtu edhe. Po, edhe deklarimet e deputetëve Kuvendit janë publike. Ki fjalimin e deputetit Isem Berisha pi foltorës Kuvendit. Për nga të gjitha janë edhe foltorës Kuvendit. Përbes me përdor dhe instrumente jo demokratike. Hierarkia, këto deklarata që i ka bërë përfaqësues të LDK-s kanë qenë cilësinë e nënkretarëve të partisë. Pra kanë qenë absolutisht me jam të dashur me thonë që shumë të lartë. Ka qenë zoti Veç po them që janë të dy anët. Ka rëndësi pozita kur deklarohet përfaqësuesi. Edhe tani ka shumë rëndësi edhe ja distancohet dikush prej antarit të partisë. Atij qëndrimi. Ka shumë rëndësi edhe distancohet mandej dikush prej atij qëndrimi.